grindjet më të shpeshta në mes të burrit dhe gruas janë kur ata mundohen të jenë një. Por kjo është gabim. Burri e ka botën e vet, gruaja e ka botën e vet. Të dytë kanë të mira dhe gabime. Mirë po, në momentin kur burri i përzihet në mendimet e gruas dhe mundohet gjithmonë ta këshilloj, ta udhëzoj, ti thot bane këto, mos e bën ato, pse e bane këto, pse se bane këto, apo e njëjta vlen edhe për gruan, në atë moment dalin grindjet, bërtimat, madje edhe terrahje. Prandaj, ne jemi krijesa të lira. Zoti na ka kriju të lira. Nuk na lejohet të ndërhyjnë në mendimet e tona, në ato çka mendojmë me bë, çka mendojmë me fol, e tjera, të na ndërhyjë tjetër kush. Mund të jemi gabim, por nuk është punë jotja të më përzihesh, sepse unë ndihem fajtor kur diçka jo të mirë e bëj apo e them. Prandaj, për me pas ma pak grindje, lëreni burrin, lëreni gruan, le të gaboj. Nuk ke nevoj me ndërhy në mendimet e tia, në veprimet e tia. Por ama, si burri, si gruaja, duhet i kenë dy komponenta kryesore. Përgjegjësinë dhe ndërgjegjen. Ka mundësi, gruaja i thot burrit, burrim, a ke mundësi sot me shku me pagu rrymën, se mos po na ndërpresin, dhe ja je parën. Por ka mundësi që burri ato para i ka shti dikun tjetër një punë shumë urgjente dhe nuk e ka kry këtë përgjegjësi, këtë obligim. Atëherë, çka duhet me bë gruaja me bërtit, me u përla, me bë problemin hala më të madh, apo ma mirë themi çka duhet me bë burri. Burri mund t'i ndodh që nuk e ka kry përgjegjësinë, por ama ndërgjegja duhet me vra, edhe kur vjen në shtëpi, para se me i tregu gruas që s'ka mund me kry këtë obligim, edhe i thot, grue më falë bre, nesër ko me kry se sot, ose burat shumë probleme kanë me thënë falë, po s'paku ata që munden, nesër ko me kry, kjo është ndërgjegja. Ajo, burri vjen të shtëpia, unë se kryta, s'pata ko, e kryta një pun tjetër, këtu pra, kur nuk kryhen përgjegjësit, dhe kur nuk ka ndërgjegje me kërku falje ose me sharu problemin, këtu kërset belaja. Prandaj, në martesën e lumtur, dy gjëra na duhen. Përgjegjësit me i kry, nëse nuk mundesh me i kry, ndërgjegja me të vra, sepse Imam Aliu që ka thonë? Paqja e Zotit qoftë mbi ta. Ai që ngren dorë në gruan e tij, rraf gruan e tij, pse s'po mendon me kë ka me fjet në mbrëmje? Prandaj pleshtë tonë kanë thonë, dy dëshmon me një jastëk, mu për këtë arsye, sepse kur gruaja rrafet, si me fjalë, si me dorë, si me shkelm, Zoti na ruaj edhe ma keq, ajo mo nuk është miku yt, ajo është armiku yt, por e ngrata rrin me ty, sepse ka intereset ndoshta më të mëdha me rujt familje, apo ka vizionin më të madh me të pas burr, sa me thon. Prandaj keni kujdes, përgjegjësia dhe ndërgjegja në martesë janë dy gjëra briljante për të jetuar të lumtur. Bëni share, bëni like, bëni edhe subscribe në YouTube.